Si kaluat? Shpresoj mirë. Kam një pyetje. Po sikur këto luftra të bën për të dobësuar Kinën ose për ta shkatëruar ekonomikisht, ju si thoni? Do të dëshiroj një komentin tuaj sepse bëra një studim të shkurtër dhe zbulova disa gjëra që doja ta diskutoja me ju. Më ndiqni me kujdes. Atëherë, pikë së pari, pas luftës së dytë botërore, Kina, nëse Kina ishte një nga vendet më të rëndësishme në luftën e dytë botërore, dhe nuk u vran kush e di se sa, me një fjalë për botën, por për kinezët u vran shumë, sepse kinezët ishin parafërsisht rreth 600 milion banor, në atë kohë 660 milion banor. Por pas luftës, pra nga vitet 1970, siç e kam lexuar po ja u them, nga vitet 1970 arritën në 800 milion banor, pra në një kohë shumë të shkurtër. Pastaj çfarë bëri Kina? Me kalimin e kohës, dëgjoni me kujdes sepse dua të bëj një përmbledhje të shkurtër një herë, që të kuptojmë se si ka ecur Kina dhe çfarë po bëhet tani për të dobësuar Kinën. Dhe në vitet 1990 parafërsisht u bë një ligj që duhet të bënin më pak fëmijë dhe u bënin disa gjoba që të bënin më pak fëmijë. Sepse kështu u dha urdhri që mos të ishin shumë. Mi po arritën 1 miliard dhe pyetja është se pas vitit 2013 u hapën prap dyert dhe filluan prap ata që të arrin 1 miliard e gjysmë. Dhe doja t'ju pyesja juve, në një kohë si kjo, pra ku ata patën vetëm një rritje kolosale të numrit, si pas jush, është rastësi kjo, ose është e pakontrollueshme, ose si t'ja u them unë, sepse është një rritje në sasinë e atyre, pra të numrit që ata kanë, është normal, është një rritje normale, por në sasinë botërore është tepër, është një numër i papar. Merreni me mend, u rritën parafërsisht në 100%, që do të thotë, nëse ishin 800 milion banor, kanë arritur 1 miliard e 600 mijë. Pra parafërsisht, po thuaj doppio. Dhe pyetja e parë është si është e mundur? Pse duhet të arrinte ky numër? Për mua nuk është rastësi, dhe do t'i them se përse. Për mua është e gjitha e llogaritur. Në minimum e llogaritur çdo gjë. Atëre, ishin gjoja komunist më përpara. Pastaj çfarë bën? U kthyen dhe u bën socialist. Ashtu bën të gjithë edhe në vende të tjera. Gjoja janë komunist, por vazhdojnë akoma të jenë komunist, edhe pse ndryshojnë ngjyrat dhe emrat. Dhe po thosha, dhe këta ndryshuan, por janë gjithmonë të njëjtit. Nëse vini re, janë gjithmonë të njëjtit, të njëjtës familje, të njëjtës parti. Vetëm ndryshojnë njëri pas tjetrit. Këta edhe janë të njëjtës, mbajnë njëri tjetrin. Dhe çfarë kanë bërë këta? Këta kanë bërë një program, sipas mendimit tim. Një program që duhet arrini deri këtu. Por prisni. Tani, në qoftë se luftrat që po bëhen tani, qoftë nga ana e Rusisë, qoftë edhe nga ana e Amerikës, nga ana tjetër këtej për mbylljen e Hormuzit e tjerë, mendojnë që do shkatërrojnë Kinën, sepse do t'ju them, Kina, unë po flas vetëm për Kinën, për ka dhe vende të tjera që ku e marrin naftën. Por Kina merr pothuaj pjesë ndërmuese të naftës nga vendet, pra nga Kuwaiti, nga Irani e tjerë. Dhe gjën e parë që bëri Amerika, i hoqi furnizimet nga Venezuela, sepse Venezuela është vendi i parë në botë që ka më shumë naftë. Dhe çfarë bën? Venezuela u mbyll sepse e ka marrë Amerika. Në fakt, Amerika e kishte aksione më shumë dhe tani nga lëvizjet që bën, e kapën Manduron dhe tani është e gjithë e Amerikës. Dhe Kina është e detyruar që ta blejë nga Amerika, ose ndryshe do ta blejë nga Rusia. Por po sikur Rusia me Amerikën të jenë bashkë. Pra, që ta bëjnë të qëllimshme për Kinën, sepse Kina është bërë një superfuqi që mund të mposhtë të dyja superfuqitë në një kohë të vetme, e vetmja pas një tjetër. Pra të mposhtë Rusin dhe të mposhtë Amerikën me forcën që ka, qoftë ushtarake, qoftë arsenale, pra të armëve, por edhe strategjike. Dhe askush nuk e mendonte që do të ecte kaq shumë. Ne fillimisht gjithë bota shkonte në Kinë, sepse Kina, manodopera do thosha, kjo fuqia punëtore, punë duarësh, puna e dorës, është më e lehtë dhe njëkohësisht më shpejt dhe kushton shumë herë më pak se mbar bota.
Dhe ky ishte qëllimi kryesor që shumë kompani shkonin atje, merrin materiale ose hapnin kompani edhe në Kinë, merrin materiale dhe i sillin në Evropë, në botë, në Amerikë. Pastaj ç'bën? Disa kompani u spostuan nga bota dhe shkuan atje. Dhe ata me shumë zgjuarsi për vite me radhë i tërhoqën sepse e bënte shteti. Nuk është se çfarë force kishin ata, s'kishin asgjë, asnjë forcë nuk kishin, pra njerëzit e thjeshtë. Por forcën ja u dha shteti, pra programi, sepse ishte çdo gjë e programuar. Për mendimin tim po flasë, ndaj doja ta diskutoj me ju. Dhe e tërhoqën gjithë klientelën, dhe klientela tani duke filluar nga Amerika, nga Rusia, nga Evropa, nga mbar bota, shkojnë atje për të marrë lëndën e parë, sepse kushton 0 po thuaj, shumë pak në krahasim me vendet e tjera. E bëjnë si të duash ti, disa thonë që kualiteti ulët, apo sidoqoftë e blejnë atje. Dhe çfarë ndodhi me këtë? Ndodhi që në të gjitha këto vite, Kina jo vetëm që mori gjithë monopolin, sepse e prodhon Kina 80% e përsëris, 80% e çdo gjë që prodhohet në botë prodhohet në Kinë. Pra jo vetëm që tërhoqi këtë, por bëri diçka tjetër. Mësuan. Dhe atë që mësuan ata, sot mund ta përdorin si të duan, s'kan nevojë më për njerëzit. Nuk kanë nevojë më për gjithë ato fabrika. Mund t'ikin kur të duan. Pra gjëja e parë është që nëse këto fabrika, si thotë edhe Donald Trump, do t'i heqim tani nga Kina për t'i sjellë në Amerikë, nuk i pëlqet fare Kinës. Tjetra, për sa i përket naftës. Lexova që Kina që në vitin 2000 pas ka mbledhur rezerva të gjitha fushave, në të njëjtën kohë edhe të naftës. Disa thonë që mund të jetoj Kina, me një fjalë, nëse mbyll dyert, nëse Kina mbyll komplet kufit, dyert, dhe të vazhdoj vetëm me rezervat, jo me prodhimtarin që ka, sepse me prodhimtarin që ka, thuhet që mund të kaloj edhe 50 vjet, edhe 100 vjet. Por tregohet që në kursimet që ka, mund të kaloj mbi 100 vjet. Po. Pra qoftë me naftën, me drithra, me çdo gjë. E ka programuar që më përpara që të rezistoj në kohë. Sepse disa konspiracionistë thonë që shërbimet sekrete kanë zbuluar diçka, që Kina, për këtë gjë që po bëhet tani në Hormuz dhe për këto probleme që po ndodhin, ishte përgatitur që në vitin 2020. E thonë ekspertët, nuk është se e them unë, po ja përcjell. Ekspertët thonë që në vitin 2020 ishte përgatitur Kina dhe kishte kohë që ishte përgatitur, po ishte përgatitur sepse do ndodhte diçka tani në këtë periudhë. Dhe erdhi. Pas 5 vjetësh ndodhi. Pra si e dinin kinezët? Ose si janë organizuar për mendimin tuaj kinezët? Me çfarë strategjie? Shiko, ne na duket sigur ku është problemi i evropianëve. Evropianët mendojnë që të gjithë e kemi këtë, sepse çdo njeri nga ne nëse pyet dikë, ne jemi më fjalë, nëse më pyet mua, njësoj si të pyes dhe juve, nëse pyet, unë jam më i miri, unë jam më i forti, unë jam më i bukuri, pra të gjithë kanë këtë smirën e të qenurit lidera. Kinezët nuk e kanë. Dhe evropianët e kanë shumë të theksuar. Ne talleshim dikur me kinezët. Mall kinez, gjë kineze, shkojnë atje, talleshim me ta, bëni. Kurse janë tani, kinezët as tani nuk tallen dhe mbyllin gojen. Punëtor dhe nuk i dëgjon fare, nuk i dëgjon në asnjë vend. Kisha bërë një video para ca kohësh, ku disa talleshin me këtë video sepse kishin shkëputur disa fragmente, ku unë thoshe që keni parë ndonjëherë kinez, për shembull në spital, unë e kisha fjalën në spital këtu. Këtu në Itali për shembull, në Itali. Keni parë ju ndonjëherë? Unë s'kam parë asnjëherë. Të vej një kinez në spitalin italian, unë s'kam parë. Nuk e di, ndoshta kanë një vend të caktuar në një spital të caktuar, nuk e di. Ose ndoshta kanë ndonjë mjekun e tyre, me fjalë mjek kinez, nuk e di. Unë personalisht nuk kam parë asnjë në një spital shtetëror italian. S'kam parë, sinqerisht po e them. Ose në një martenitet italian, po flas. Pra, kur bëra atë video para ca kohësh, përsëris dhe një, disa e bën meme sepse kujtoni se unë kam rrjedhur dhe kam thënë budallëqe. Unë personalisht që e kam bërë Italinë cep më cep,
në 10 herë. Dhe kjo më ka shpëtuar. Pse po e them këtë? Sepse sot ka rreth 1 milion kinez. Disa thonë 800.000, po le ta zëmë edhe 500.000 kinez në Itali. Në qoftë se ka 500.000 kinez në Itali, por drejt që e mori, njëri nuk do shkoj në spital, ndoshta shkojnë rrallë, unë nuk e kam parë. Këtë kam thënë dhe në videon e mëparshme, nuk e precizova që të thoshja që në Itali, sepse të gjithë shikonim e kishin vënë me video që tregonin në spitalet apo që ishin në martenitet dhe tjerë tjerë. Unë flisja për në Evropë, në Itali, në Evropë në përgjithësi, por kryesisht në Itali. Dhe po thosha, për këtë po thosha, ata flasin me njëri tjetrin, komunikojnë me njëri tjetrin, nuk flasin asnjëherë me të tjerët. Më kanë rasti në stacion trenit, në rrugë, në autobusa, apo në vende tjera, nuk duan t'ja din ata. Ti i pyet për një gjë, janë shumë serioz, thon për atë që nëse do t'japi ose thot nuk e di, thot, ta pret shkurt. Dhe nuk do që t'ja di fare për një evropian. Ose një vend, rrin këtu për shembull në Itali, nuk do t'ja di fare. Fare. Tjetra, thuhet që kinezët vdesin, sepse të gjithë vdesin, po askush nuk e di. Që, po flasim gjithmonë në Itali, unë po flas për Itali. Askush nuk ka parë një arkivol të kinezëve në Itali, që ta marrin ta vënë në arkivol, të mblidhen gjithë kinezët, siç e bëjmë ne për shembull, dhe ta nderojmë atë që po vdes. Unë personalisht nuk kam parë. Në Itali po flas. Ndoshta ju në Evropë, doja të pyesë edhe ju në Evropë, keni parë apo jo? Dhe po thoshja, këta e kanë në gen, për mendimin tim e kanë në gen, pra komunizmin, sepse janë tepër të organizuar, tepër strikt, tepër preciz. Dhe unë mendoj që me këtë hap që kanë këta, nuk mund t'i shkatërosh dot. Sot është tepër vonë. Është shumë vonë t'i shkatërosh. Kemi arritur në vitin 2026 dhe shikoni se çfarë zhvillimi kolosal, gjigant që kanë bërë kinezët. Shpike marramence që kanë bërë, sepse ata e vodhën dijen. Sot, siç e kemi thënë për herë, njeriu informacionisht dije dhe dija është pushtet. Sot ata kanë pushtetin në dorë. Jeni dakord me këtë që po flasun apo jo? Pra ti nuk mund t'i shkatërosh atë, ti po mundohesh që t'i shkatërosh me strategji të ndryshme, me luftrat, me Hormuzin, me naftën, thuaj çfarë të duash. Por ata e kanë zaptuar gjithandej. GeoJade që quhet ajo, një kompani ju thash, për shembull, ka zaptuar gjithë botën. Edhe në Shqipëri, është kompania më e madhe që ka zaptuar botën, edhe në Afrikë, edhe në vende tjera, në Kazakistan, kudo. Çfarë është? Do t'ja u them, sepse duhet ta dini ju shqiptar që i dëgjonin gjuhën shqipe. Nafta në Shqipëri nxirret nga kjo kompani, nga GeoJade Petroleum. Është kjo kompani kineze, ja u dha asaj sepse nuk kishin teknologji shqiptarët, apo nuk di për çfarë arsye, ja u dhan atyre dhe këta e përpunojnë, po nuk ka ndodhur vetëm në Shqipëri, ndodh në Afrikë, ndodh kudo. Ka ndodhur në shumë vende të botës dhe këtë e kanë parashikuar prej kohësh dhe shteti i ka ndihmuar që këta ta blejnë ose të nxjerrin naftën në atë vend me një përqindje X dhe makinerit janë tyre. Pra e kanë zaptuar botën në çdo cep dhe e kanë nën thundra. Kështu që nëse dikush thotë që se kanë naftën e Hormuzit, e kanë në Shqipëri, e kanë në Kazakistan, e kanë ku të doj qefi atyre. Përveç vendeve tjera edhe vendeve të tyre që e kanë. Pra, ata ushqejnë 1,5 miliard njerëz, ne nuk mund të ushqejmë dot 2 milion njerëz. Pres komentet tuaja çfarë mendimi keni për këtë argument. Unë them se Kina është një potencë dhe është e pa shkatërueshme. Tashmë është tepër vonë. Natën e mirë.